Ky është udhëtimi i parë jashtë vendit për sekretarin amerikan të shtetit, Marco Rubio, që nga nisja e luftës më 28 shkurt, duke nënvizuar rëndësinë e pjesëmarrjes së Shteteve Bashkuara të Amerikës në negociatat ndërkombëtare, Franca, që mban presidencën e radhës të G7 këtë vit, ka bërë të ditur se synon të adresojë çekuilibrat e mëdha globale, duke përfshirë tensionet energjetike, ekonomike dhe ushtarake. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, ka theksuar se Rusia po ndihmon Iranin me inteligjencë dhe me dron për të sulmuar vendet fqinje dhe bazat amerikane. Shohim që Rusia po e mbështet Iranin tani edhe me dron, në mënyrë që ata të mund të sulmojnë vendet fqinje dhe gjithashtu bazat ushtarake amerikane. Këto luftëra janë të ndërlidhura. Nëse Amerika dëshiron që konflikti të ndalet, duhet të ushtrojë presion mbi Rusinë, deklaroi Kallas. Deklaratat e saj pasqyrojnë informacionin e dhënë më parë nga një zyrtar pranë Teheranit, sipas të cilit Rusia ka ndihmuar Iranin me imazhe satelitore dhe përmirësimin e teknologjisë së dronëve, edhe pse Moska e ka mohuar çdo përfshirje. Edhe ministrja e jashtme britanike, Yvette Cooper, shprehu shqetësim për lidhjet afatgjata midis Rusisë dhe Iranit, duke theksuar nevojën e bashkëpunimit të vendeve të G7 për mbrojtjen e ekonomisë globale. Jemi thellësisht të shqetësuar për lidhjet midis Rusisë dhe Iranit, dhe mbështetja që Rusia i ka dhënë Iranit në konfliktin e lindjes së mesme na bën të kemi interes të përbashkët si G7 për të diskutuar masat mbrojtëse, tha Cooper. Që nga nisja e operacioneve amerikano-izraelite kundër Iranit, vendet evropiane kanë bërë thirrje për një zgjidhje diplomatike të tensioneve, duke theksuar se dialogu dhe bashkëpunimi ndërkombëtar mbeten mjetet kryesore për shmangjen e përshkallëzimeve më të mëdha.